shpërndani sa më shumë në diasporë, por edhe në Shqipëri, bëni subscribe kanalin ton Antena, por një thirrje për një mbështetje në kontekstin e një shareit që mund t'i bëni këtij live-it që jemi në këto momente, kudo që flitet shqip, në Amerikë, Britani, Itali, Greqi, Zvicër, Austri dhe në çdo vend të botës që ka shqiptar që të ndjekin se çfarë po ndodh konkretisht, edhe të dëgjojnë disa mendime ndryshe për shkak se do t'ishte mirë në fakt që zëri i ri të prevalonte në këtë atmosferë siç e ka mbytur politika, e ka mbytur dhe media. Dhe do doja në fakt të rikthesha përsëri tek tema pse Florian Binaj bën foto me Ali Mehmetin dhe nuk bën me Flamur Nokën. Apo do duhet më shtjellosh dhe pak pse u largua Belind Këlliçi nga Tirana. E lëm për një moment të dytës të konsumojmë të. Pra, pse Florian Binaj bën foto me Ilir Ali Mehmetin dhe nuk bën me Flamur Nokën, ndërkohë që Flamur Noka në Facebookun e tij qytetarët mund ta kontrollojnë, ka thirrur shtabin ato struktura që kanë ngelur Partisë Demokratike në degë të ndryshme, te dega 2, te dega 8, ka foto në Facebookun e tij ku i mbledh me logon e Partisë Demokratike dhe me fotografinë e zotit Berisha kanë pas dhe ju bën fushat për Flori Binajn. Ani, në qoftë se ti nuk pëlqen Flamur Noka, ti duhet të tregosh i sinqert dhe ti nuk do ta kesh Flamur Nokën në fushat. Jo nuk do ta kesh në foto. Qoftë se ti nuk e ke në foto, po e ke në fushat, atëherë ti e duke bërë mashtrim publik me qytetarët. Edhe pastaj ky ekuacion ose ky proces zgjedhor, po e quaj proces zgjedhor, po e quaj fushat, se do një ditë edhe pse s'ka datë, një ditë të afërme do ketë datë. Do ketë një zgjidhje. I dha një goditje të madhe partive në thonjca që lindën si kërpudha 3 muaj para zgjedhjeve, 6 muaj para zgjedhjeve të 11 majit, që quheshin parti antisistem. Adriatik Lapajt dhe Agron Sheajt. Adriatik Lapajt dhe Agron Sheaj, Ermal, i e mbani mend për të rikthyer në memorie qytetarëve, kur u pyesnin me ngulm në zgjedhjet në fushat e 11 majit, a do bashkoni votat, do bashkoni me opozitën, me Partinë Demokratike ose me një front me një pol të tretë, ishin në mënyrë kategorike me një qëndrim intransigjent, jo. Nuk lëviznin, ishin komplet jo fleksibël, nuk kishin asnjë lloj hapësire për negociat. Pse? Po më kujtohet shumë i zoti Lapa, i thoshte, kam fa ju, thoshte, nëse ju s'më votoni me 71 vota. Më jepni 71 mandate dhe unë e thyej sistemin, po unë nuk mund të bashkoj me sistemin. Tani ka ndryshuar ky diskurs. Tani është armiku jon është Edi Rama, nuk është më s'kemi armiq të tjerë. Madje zoti Shaj thotë Sali Berisha është viktim. Po ky viktim nuk ishte viktim në 11 maj, apo në 11 maj kjo viktim ishte më pak viktim. Këta nxorë maskat ran. Dhe unë sot Ermal po i bëj qytetarëve, do të thënë një pyetje. Ore, ku fillojnë koka e Sali Berishës dhe mbarojnë këmbët e Agron Shajit? Janë një trup. Pse do të votoj Agron Shaj? Agron Shaj dhe Sali Berisha një trup? Po janë një trup. Bëjnë fushata, janë bashkë, kanë një kandidat në çdo qytet, janë një trup. Atëherë nuk është më parti antisistem. Je partia Sali Berishës, satelit, je dig, je jashtë. Që votat e pak kënaqur me Sali Berishën, gjëra do t'i josh e ti. Mund këtë që një marrëveshje sot që dhe mori në komisionin zgjedhor një ulse zoti Sheaj, sepse mori Tom Doshi dhe zoti Sheaj. Pa diskutim po, Ermal. Ermal, këtu e kam të lehtë fare për të folur, sepse flas nga eksperjenca vetë parë. U bë një ndarje në Partinë Demokratike në 9 shtator 2021 me pezullim përjashtimin e zotit Berisha. Unë vetë parë u pozicionova kundër zotit Berisha, që në atë moment, pse? Për 1, 2, 3, 4 parime që s'kanë të bëjnë fare me emrin e zotit Berisha, me emrin, ose me figurën, por kanë të bëjnë me parimet dhe me atë që përfaqësonte ai, me korrupsionin e kaluarës, me perspektivën që kishte për të ardhmen, me mënyrën e tij se si ka qeverisur brenda dhe se si arketipin e politikanit që është, se si e trajton demokracinë, është lider despotik, lider arkaik, ka gjithmonë tipare, po themi, shoviniste, ose base se fjala e dur, po tipare lindore të qeverisurit si brenda partisë, si jashtë partisë në qeveri. Dhe nuk më pëlqente, nuk ishte ky aty ku ne gjeja veten. Dhe kisha pa diskutim që kishte pafund indicie, prova, gjysmë provash, se tani provë quhet fjalë e madhe, që ai
është pjesë e sistemit, nuk është zgjidhja e sistemit. Indice, kjo është një prej problemeve sepse nuk mund t'i thuash dot sepse ata e vënë me prestanome, me emra 2 të 3 dhe pastaj të hedhin në gjyqje nxjerrin dhe ty mashtruese dhe të ngelet ty damka. Eksakt. Dhe tani ajo dhe aty thash, ore, duhet dalësh antisistem. Tani kur unë e kam bërë këtë sakrificë vetja ime dhe nuk ja tolerova vetes time dhe kalova të sakrificë duke dalë me kostot të madhe 4 vite, dhe kur flasë unë e mora për shembull për ilustrativ, sepse po flasim për gati 1/3 në Partisë Demokratike që është skurur nga 2021-2025, pra shumë shkurtë. Pra këta 1/3, ky 30% e këtij elektorati e bëri këtë sakrificë. Kishte sakrificë e dhimbshme, por e bëm për arsye pikërisht pra që nuk mund të vazhdojmë me betejën që ajduti im është primit sa ajduti jot, që Edi Rama është shumë më korruptuar se sa ajduti im, po të harrojnë këto të kaluarat dhe të bëjnë një katarsis të sinqert, të harrojnë këto të ajdutit tim, duke i mbivendosur dhe duke bërë propaganduar çka ka bërë Edi Rama. Jo më zotëri. Qofse Edi Rama është sëmundja dhe ne kemi të qartë fare prognozën se sa i korruptuar është, se sa unë do thoja dhe një fjalë të më etike, po dhe ignorant në mënyrën e të bërit politik, e të qeverisurit. Për mua më e keq se sa ky njeri korruptuar dhe ignorant në mënyrën e të qeverisurit është kura që është eskaduar, është vaksina ndaj këtij që është opozita, prandaj merrem me opozitën, sepse opozita duhet të ishte vaksina, por nuk është vaksinë, përkundrazi, është zgjatimi i kësaj sëmundje. Zgjatimi i quani si. Dhe zoti Sheaj është përballë këtij fakti, siç isha edhe unë, siç ishte ti dhe tjetri, siç ishte 1/3 e demokratëve dhe një ditë të bukur thotë shiko, se është dhe nga Vlora, me që është dhe nga Vlora, po e them shumë me pak dialekt vlonjat. Andallim loje, i themi në Vlora, le se bëra shaka, thot. Qa thash 11 maj për Berishën, ishin shaka. Se në 11 maj a i tha, Sali Berisha, tha, Flamur Noka janë ushtarët dhe bashkaksionerët të Kastratit, ndërsa Gazbardhi dhe Gjek Marka janë ushtarë dhe janë pupas oligarku tjetër të Bashkim Ulajt. E tha në momentin që u përballë, ishte në video live në Facebook, po e tha dhe në media, në momentin që u shty nga Flamur Noka. Flamur Noka ju kundërpërgjigj duke i thënë që ti je përfaqësuesi dhe pupaci politik i Erion Velis, dhe sot tani çfarë ekuacioni japi qytetarëve? I thot ai që është përfaqësuesi i Kastratit dhe ushtari i korruptuar i Bashkim Ulajt, bashkë me mua që më akuzon si ushtari në Erion Velis, do rrëzojmë Erion Velin në Tiranë. Po kjo është, ku më thënë, edhe Gazbardhi vet, do ta kishte zili këtë piruet. Do më thënë edhe Gazbardhi do ta kishte zili. Këtë piruet morale. Kjo është piruet, kjo s'është morale, kjo ka kaluar morale, kjo është piruet ideologjike, kjo ka kaluar, do më thënë, ai akuzonte ata si njerëz korruptuar, si të lidhur me oligarkët, ata akuzonin se ai po i sabotonte Partitë Demokratike zotin Berisha, se ishte me regji nga Erion Velia, dhe sot janë thonë sot le se bëm shaka. Do më thënë është fiksa jo historie që si t'i kërkojnë falje kompetentit, po vetëm që s'është në të njëjtën format, po. Absolutisht. Sidi, do doja të mirja një koment nga ju, sepse ju pyeta pak largimin e zotit Këlliçi nga Tirana, si e keni parë? Është një mesazh politik, apo poruhen duke qenë se zoti Këlliçi mban qëndrime të forta dhe nuk duan ta kenë pranë zotit Binaj, por do doja